Rikthehemi në studio për të vazhduar edhe me musafirin tonë të radhës. Do të flasim me një inxhinier dhe arkitekt të mendimit të thellë të estetikës, po ashtu edhe estetikës funksionale. Ai nuk flet vetëm për ndërtime, por edhe për jetën që zhvillohet brenda tyre. Do të flasim për investimet, për sfidat e zhvillimit urban, për Bregdetin shqiptar, që sot po ndërtohet me një shpejtësi të madhe, mirëpo që ndoshta edhe po humb pak a shumë vizionin e tij. Çfarë kemi humbur dhe çfarë mund të shpëtojmë? A mund të arkitektura të jetë më njerëzore dhe më e ndjeshme ndaj natyrës? E ftojmë në një bisedë shumë të sinqertë, së bashku me ne në studio është edhe arkitekti i njohur i ndërtimit inxhinierik Agron Stallmani. Mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që pranove ftesën tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi në fakt të flasim Agron për gjëra shumë të bukura, për gjëra të cilat na lidhin pak a shumë edhe me destinacionet që ne vizitojmë. Do të flasim po ashtu edhe për profesionin tuaj që e ndani me shumë pasion dhe përgjegjësi. Mirë, po fillimisht të dua të di si janë mëngjeset e tua Agron. Fillojnë obligimet që nga orët e para të mëngjesit apo të themi pas ditën e ke pak më të mbushur me obligime? Realisht në sektorin e ndërtimit, mëngjeset janë të hershme. Diku mëngjesi për mu fillon rreth orës 6:30. Derisa përgatitemi, në ora 7:15 veç jemi në orar të punës, pasi që kemi përndryshe edhe realizim të objekteve. Aty fillojmë ne me ekipën tonë, punojmë prej orët dikundi 7:15 në mëngjes, edhe duhet koordinohen punët prej në mëngjes. Po edhe s'ka ma mirë kur koordinohen prej mëngjes, pastaj vetëm gjatë ditës duhet ndiqen punimet. Unë gjithmonë them ata që zgjohen herët e jetojnë ditën të themi 2 herë më shumë. Në fakt është dita më e gjatë për ata që zgjohen në mëngjes. Mirë, po ashtu edhe profesioni pak a shumë ndërlidhet këtu. Të njohim si një inxhinier i ndërtimtarisë, një sipërmarrës dhe një fytyrë publike në vendin tonë. Sa ka ndryshuar vetë profesioni juaj për ju dhe për jetën prej që keni filluar të merreni me këtë drejtim? Sa arkitektura është bë pjesë e karakterit tuaj? Realisht arkitektura edhe pjesa e ndërtimit ka qenë pjesë e karakterit tim para se me fillu me studimet, edhe pastaj ajo u bë pjesë e pandashme e përditshmërisë tonë, mirë po ka impakt në përditshmërinë, pasi që njofton shumë njerëz, je në një rreth të lloj-llojshëm të njerëzve, edhe mendoj që po mirë kalojmë me brenda ditës ne përballemi me shumë sfida të ndryshimeve në gjatë ndërtimit, edhe me shumë njerëz kur ke punë brenda një periudhe të shkurt, fillon veç të mësohesh me atë, mirë po s'është as pak edhe e lehtë. Domethënë pjesa e njoftimit të njerëzve gjithmonë kërkon menaxhim të ndryshëm të punëve, po edhe të vetvetes, pasi që gjithmonë duhet të shofish të servojsh më të mirën edhe para publikut, po edhe para njerëzve me cilët bashkëpunon. Me siguri. Është një profesion, siç e përmenda pak para emisionit, është një profesion që ka të bëjë me jetë njerëzish, të cilët do të krijojnë momente, kujtime, apo të themi edhe që nga fillimi i jetës së tyre apo deri në mbarim të jetës së tyre do të jetojnë, do të ndajnë një hapësirë të cilën ju e keni krijuar dhe ju do të themi që nga fillimi keni përçuar energjinë tuaj në të gjithë atë projekt që keni realizuar. Unë pak dua të flasim për Bregdetin shqiptar, pastaj do të ndërthuremi edhe në tema shumë interesante, mirë po dua të kaloj pak në Bregdetin shqiptar, i cili është Bregdet mjaft i gjatë, të themi nga veriu deri më në jog, ka investime të ndryshme. Si e shikoni ju për momentin transformimin e Bregdetit shqiptar të paktën vitet e fundit, si nga syri juaj kritik? Realisht, qeveria e Shqipërisë, kohën e fundit, dikundi prej 2014-15 e këndej, ka bërë shumë për Bregdetin shqiptar, ka investuar shumë në infrastrukturë, ka dhënë mundësi shumë për investime edhe të huaja në Bregdetin shqiptar, sepse shifni, gjithmonë investimet në Bregdet janë atraktive për investitorët. Të vendit, po edhe të huaj. Aty kemi, turizmi është më shumë i zhvillut, gjithmonë në Bregdetin, në vendet bregdetare. Aty, mirë po, politika është atrakcion edhe për njerëzit, po edhe për investitorët, pasi që aty kemi një rritje të vazhdueshme të pronës.
ka politika të shtetit të cilët ndihmojnë në ato investime, ka lehtësime fiskale, me infrastrukturë, atë gjë që bën Shqipëria kohën e fundit, ato janë të fokusuar në arritje sa më të lehtë në vendet bregdetare. Edhe kjo normal që tërhek edhe investitor të vendit, mirë po edhe investitor të huaj. E sidomos të huaj në fakt kohën e fundit. Sidomos të huaj, po jo vetëm edhe investitor, ka edhe shumë turist të huaj që i tërhek bregdeti shqiptar. Shumë e vërtet. Sa investohet në Shqipëri, sidomos vitet e fundit, për shembull për dallim nga vendet e rajonit. Për shembull Greqia mund të themi që është stagnuar, të themi, në ndërtime. Normalisht shohim vende të ndryshme të cilat po ndërtohen, mirë po jo me intensitetin që ka Shqipëria. Ndoshta normalisht edhe pse të themi ka ndikuar edhe historia të themi viteve të fundit, të themi 20 viteve të fundit. A janë të parët për investime nga vendi apo investime të huaja që ndodhin? Sa jeni të informuar rreth kësaj pak a shumë? Mendoj se në Shqipëri investimet që ndodhin për momentin në pjesën jugore të Shqipërisë janë më shumë investime të vendit, mirë po kohëve të fundit janë edhe shumë atraktive edhe për investitorët e huaj. Edhe projektet të cilat shihni me vizion qartë që kanë për ta zhvillu pjesën e bregdetit shqiptar, mendoj se janë të bëjnë një punë shumë të madhe me atë që investojnë në projekte shumë kvalitative, në projekte moderne, në resorte moderne, edhe normal që ajo tërhek pastaj edhe investitor të huaj edhe ju arrit interesimin për të investu. Pasi që realisht investimi në bregdet është një investim që gjithmonë ka rritje të vazhdueshme të pronës. Se i takon Greqisë, mendoj që Greqia luajti rol edhe ajo kriza që e pati. Mirë po ajo, sa e di unë, këta 3-14 vitet e fundit veç ka stagnu në atë pjesën e investimeve bregdetare. Edhe si atrakcion turistik, Shqipëria është tu ecë shumë mirë. Në Shqipëri, këtë vit që kaloi, kishte dikundi rreth 11 milion turist. Edhe pritet që deri në vitin 2030 të arrijnë deri në 30 milion turist. Më thonë, kjo arrihet vetëm me një qëllim qartë se ku do ta dërgojnë Shqipërinë në 5 vitet e ardhshme. Unë dua të bisedojmë edhe rreth çastjes një turiste, të themi unë personalisht, nuk jam e sigurt, po bëhet fjalë për rreth 5 viteve, 6 viteve më parë. Vizitova Dërmiun, pra vendi jugor në Shqipëri, ku ndërtimet në fakt nuk ma dhanë atë të themi eksperiencën e duhur të një të themi kështu eksperiencë të pushimit të cilën unë vendosa të realizoj. Sa mendon ju si architekt, si inxhinier, se sa ndikon kjo në turizmin, apo e rëndon atë, apo po e përmirëson? Sepse domethënë ka pasur shumë punime gjatë gjithë kohës, zhurma të tepërta. Domethënë si menaxhohet krejt kjo, a duhet të punohet edhe gjatë stinëve më të themi më të frekuentuara nga turistët? Si mendon ju si architekt, nga pikpamja juaj? Për mua idealisht kishte qenë nëse sezoni i ndërtimit në vendet bregdetare kishte qenë prej muajit shtator deri në muajin qershor. Më thonë, ka boll 9 muaj që të mund të realizohen, ndoshta me një dinamik të përshpejtuar punimet në për objekte, mirë po pjesa e sezonit që fillon realisht dikundi prej gjysmës qershorit deri në fund të gushtit, mendoj se duhet të jetë pjesë më e qetë, pa pluhur, pa zhurmë, për shkak se ashtu turistët i tërhek edhe më shumë. Edhe mirë po Dërmiu, ju pas keni qenë dikundi para 5 viteve përmendet, unë isha para 1 muaj në Dërmi. Si ishte gjendja? Edhe realisht Dërmiu mendoj se shkon në kahje të mirë, për atë që realisht ato ruajnë pjesën e vjetër të qytetit, mundohen të kenë atë arkitekturën me materiale vendore, ta stimulojnë pjesën e turizmit. Edhe mendoj që Dërmiu për momentin është një atrakcion turistik shumë i madh.
aty në vendet bregdetare zakonisht edhe organizohen edhe evente kulturore shumë. Në Dhërmi ka edhe festival që organizojnë britanezët, që është një arritje bajgje e madhe për bregdetun shqiptar. Po, të ndryshme. Kur flasim për bregdetin shqiptar, sipas jush cili është investimi më i mirë, i cili nuk po keq përdoret, njërin të cilin mund të na përmendni nga projektet e shumta që po ndodhin, mirë po një investim që mendoni që është i duhur, nuk keq përdoret, sepse kur flasim në pjesën e Palasës, pra kemi një resort, një rezidencë të madhe e cila është ndërtuar dhe ende më shumë po ndërtohet, mirë po ka shumë komente negative, po flasim gjithmonë nga pikpamja e qytetarëve, nga komentet e cilat ata ndajnë. Sa i përket projektet, ai mund të jetë shumë i suksesshëm, ishte ndërtuar me standarde mjaft të larta, mirë po është, të themi, pjesa e malit është uzurpuar, të themi me një fjalë. Kështu, sipas jush një ndër projektet e cilat janë realizuar, mirë po nuk është keq përdorur dhe është realizuar me krejt, të themi, ato anët pozitive, beneficione që i sjell një projekt. Unë mendoj se projektin për cilën bisedoni nuk ka ndonjë keqpërdorim në hapësirën publike. Edhe unë për vete kisha ndajt një investitor shqiptar që investon në vendin e vet, si një prej projekteve më të suksesshme atje. Unë jam për atë që ato që fitojnë në atë vend edhe të investojnë në atë vend, edhe mendoj se Green Coasti që e përmendët është një investim shumë i mirë, ka atë sa kam njohuri une, ka një interesim shumë të madh për sezonin turistik. Po mirë, nuk duhet ta anashkalojmë as pjesën e Vlora Marinës që ndërtohet shtash, po as të Durrës, të Durrësit, Marina e Durrësit që do ndërtohet. Mendoj se këta do të rrisin shumë standardin e turizmit në Shqipëri, edhe mendoj se janë investime të duhura për të stimulu edhe më shumë investimet bëhen në të ardhmen në pjesën bregdetare të Shqipërisë. Tani edhe po hapen edhe aeroportet të shumta, të cilat e mundësojnë edhe qarkullimin më të shpesht të frekuent të turizmit, dhe kjo ndihmon shumë, sidomos në Vlorë, me aeroportin e ri, të cilët planifikojnë të kenë edhe shumë destinacione shumë atraktive, mirë po edhe Vlora Marine, e cila është domethënë në pjesë të ndërtimit, po ashtu edhe siç e përmendet edhe në Durrës. Në Durrës si mendoni, është një investim i dur pasi që pak a shumë porti do ta mbyll, të themi pak a shumë atë pjesën e plazhit publik. Nuk jam shumë e informuar realisht, sepse nuk e kuptoj shumë këtë botën në sferën tuaj. Mirë po si mendoni, do të ndikon pozitivisht në pjesën e qytetarëve, apo pak a shumë është planifikuar të jetë të ndikon pozitivisht në vendin? Mendoj se Durrësi më herët u stërmbush me ndërtime të pakontrolluara. Bashkë në atë pjesën ku duhet shtruhet pjesa publike. Mirë po, Durrës Marina, mendoj se do të arrite nivelin e turizmit që tash e ofron Durrësi për momentin. Edhe ajo do jetë mirë edhe për banorët që jetojnë aty, mirë po edhe për turistët që do kërkojnë të kalojnë pushime në Durrës. Mendoj se edhe pjesa e Durrës Marinës nuk do ta ketë atë pjesë të turistëve, të cilët tash me ngulm shkojnë në pjesën jugore të Shqipërisë, edhe mendoj se Durrësi do ketë një zhvillim interesant me këtë pjesën e marinës që po ndërtohet shtash, pasi që ndoshta pjesa e portit që tash ndërtohet, mirë po ajo sjell, ndoshta do ta ngulfate pak pjesën e plazhit edhe pjesën e hapësirës publike, mirë po ajo sjell benefite tjera për qytetin edhe për banorët aty. Në shumë vende të ndryshme të botës, flasin ndoshta për Turqinë, flasin po ashtu ndoshta edhe për vende sikur Dubai, të cilat kanë marina dhe janë atrakcion shumë i madh, ndoshta edhe kjo mund të ndodhë në Durrës, të jetë domethënë një pjesë ku të gjithë mund të shijojnë, do të ketë sigurisht restorane dhe gjëra shumë të bukura, atraksione të cilat mund të
mund t'i ngrejnë edhe shumë lloje dëshirash të njerëzve që ndajnë, mirë po ashtu do të ketë edhe sigurisht edhe plazhe do të përmirësohet sadopak, mirë po e përmendëm edhe ndërtimin e tej mase në fakt që ka ndodhur në Durrës, mirë po ka edhe shumë gjëra tjera në fakt që ndikojnë në një turizëm më të mirëfillt. Sipas jush, më duhet të dëgjoj mendimin tuaj kritik, cilat do të ishin 3 gjëra që do ndryshohet në Shqipëri? Si një arkitekt, si një inxhinier, pra diçka që mendoni që do të ishte më mirë dhe më benefite për ndonjë projekt apo ndonjë vend. Kemi Gjirin e Lalzit, i cili ka qenë vend mjaft i qetë, vend ku pishat kanë qenë të themi kështu atraksioni i vetëm dhe ka qenë një vend mund të them jo turistik më parë. Kanë qenë domethënë shtëpi familjare, të cilat ke mundur që ti marrësh me qira, mirë, po tani po bëhen projekte shumë të mëdha. Ndonjë vend, ndonjë pikë të cilën e keni parë më shpesh dhe 3 gjëra që do të ndryshonit për pozitivisht në atë vend. Mendoj se turizmin primar Shqipëria duhet ta ketë këtë bregdetar, mirë po une kisha pas dëshirë ta shoh Shqipërinë edhe duke zhvillu pjesën e turizmit. Shqipëria ka shumë bukuri natyrore, ka shumë kalaja. Mendoj se duhet të investohet që turistëve nga jashtë, po edhe përreth Shqipërisë, të ketë një lloj atraksioni edhe te pjesa e kalajave. Mendoj se kjo me Shëngjinin që ndodhen shtash, me investimet e reja në Shëngjin, ajo njësoj do të jetë një atrakcion turistik, shumë i mirë për pjesën e turistëve përreth shtetit shqiptar, për shkak se qasja është e lehtë, infrastrukturë ka, edhe çka do kisha ndryshu, realisht mendoj se duhet më shumë ta ruajmë ose bëhet një sistematizim i turizmit, ku do jetë pjesa e zhurmshme ta quajmë të turizmit, ku do jetë pjesa e qetë, edhe mendoj se në këtë që e përmendët ju, Gjirin e Lalzit, ajo ka qenë një pjesë e qetë për turizëm, mirë po s'është vetëm ajo, është edhe pjesa e Ksamilit, andej që ndoshta deri para 10 vjetëve as që ka pas ndërtime aq në numër aq të madh, edhe ka qenë një pjesë e qetë e turizmit, se ka shumë turistë që kërkojnë ashtu lloj turizmit edhe të bëjnë. Të bëjnë plazh brenda ditës, më qetë, ndonjë restoran për drekë, për darkë, më familjar, edhe mendoj mirë, po edhe Ksamili ka filluar të stërmbushet. Mendoj se është në Shqipëri është u shku që një lloj turizmi të mbahet në çdo hapësirë ku ato kanë mundësi. Është mbi ngarkuar. Është mbi ngarkuar, mirë po pjesa jugore mendoj se ka potencial edhe për më mirë, po edhe për më shumë. Pjesa jugore është prej pjesës Vlorës deri në Butrind, është shumë pjesë e bukur, mirë po mendoj se ato janë të shku në janë të e dërgu turizmin në një lloj të turizmit. Më thonë, çdo kundi duhet ketë pjesë të zhurmshme, edhe atë pjesën e qetë dal nga dal janë të duke e humbur. Deri më tani të gjitha vendet, tani po e mendoja, në fakt sa po e realizova këtë gjë se çdo vend që pas kam vizituar, gjithmonë ka qenë kështu, pra ka qenë një hapësirë ku ti ke mundur të gjesh vetveten nëse don që të jetë sa më qetë, të shijosh ndonjë restoran apo të themi një shëtitore, diçka e mbushur me të themi butik, me dyqane e kështu me radhë biznese të ndryshme, mirë po edhe një hapësirë ku ke mundur të dëgjosh muzikë, tonet e larta, zhurma dhe frekuencë më të madhe të rinjëve. Mirë po kjo me të vërtet duhet të ndodhet në Shqipëri, pra të gjetaj balanci i duhur për të gjitha shijet dhe të gjithë njerëzit, turistët të gjejnë edhe vetveten. Ne përmendëm kalajat, mirë po unë dua pak të ndalim tek një projekt i cili gjithmonë ka marrë shumë bujë dhe ka bërë në fakt shumë bujë, është edhe në Gjirin e Sazanit.
sepse Shqipëria edhe numëron vende shumë të bukura në pjesën e jugut, mirë po është një projekt i cili sjell plot 1.4 miliard euro, një projekt i cili është i pashtu të themi i projektuar nga kompania amerikane Atlantic Incubation Partners. Si e komenton një projekt të tillë? Ai projekt në fakt unë sa kam parë dhe unë sa kam mundur ta kuptoj, nuk është që sjell edhe shumë elemente shqiptare në të. Ajo varet prej politikave të qeverisë, për shkak se nëse ai projekt realizohet edhe do të realizohet me siguri, për 10 vite është plani. Është i aprovuar prej qeverisë shqiptare. Mendoj që ato kanë pa elemente edhe pse ka nevojë të realizohet një projekt i tillë. Mirë po vetë fakti që e realizojnë Ivanka Trump edhe dhëndri Donald Trumpit, mendoj që është një vlerë shumë e shtume për pjesën e Bregdetit shqiptar. Pjesa e Sezanit për momentin nuk është gati se as pak e zhvilluar në pjesën e turizmit, edhe mendoj se ky projekt do të sjellë benefite shumë të mëdha për shtetin shqiptar. Po, mirë po, si mendoni ju, edhe ju si arkitekt, edhe shumë arkitekt tjerë, domethënë që ndani profesionin e njëjtë, që ndani pasionin e njëjtë, ndoshta edhe ju kishit mundur të ishit një ndër ata të cilët të dizajnonin një projekt të tillë. Përse duhet të jenë gjithmonë edhe investitorët më të jashtëmit, ata më të suksesshmit në vendin tonë? Unë në Tiranë kam parë shumë investime të ndryshme, të cilat u është dhënë mundësia në fakt menjëherë të themi investitorëve të jashtëm sesa atyre të brendshëm. Ndoshta në Sazan nuk është ndërtuar deri më tani për shkak që nuk është lejuar që dikush të merr përsipër, mirë po, a luan gjithmonë rol paraja, shumat e investimeve? Unë mendoj se te pjesa e projektimit kjo ka të bëjë jo vetëm me të tashmen, mirë po edhe me pjesën se si e kemi kultivuar ne brenda 20-30 viteve të kaluara. Pjesa e mendoj se ka shumë kompani njohura në Shqipëri që mundet të bëjnë një projekt shumë të bukur, që do të ishte ndoshta i ngjajshëm ose edhe më i mirë, se ato 8 ose 10 ndërtesa që veç janë projektuar prej arkitektëve me famë evropiane ose botërore. Mirë po nuk është as pak e keqe që të ketë një lloj bashkëpunimi, se në një lloj bashkëpunimi i tillë me një arkitekt që ka veç një eksperiencë në projektimin e objekteve të tilla, mendoj se mund të sjellë shumë njohuri te kompania shqiptare që edhe ato mbas një kohe mundet të projektojnë një objekt të tillë. Mendoj se kompanive në shtetin shqiptar, jo vetëm aty, po në Ballkan, nuk ju jepet shumë mundësia. Nuk dini çka mund të bëne një kompani projektuese përderisa nuk jep një mundësim për të projektuar diçka të tillë. Vërtet, atë doja në fakt ta them. Domethënë ka shumë arkitekt të ri, të cilët kanë me të vërtetë shumë pasion dhe bëjnë punën ashtu siç duhet. Paktën unë besoj në përgjegjësinë që marrim për shumë projekte të ndryshme, mirë po janë në projektet më të themi fitimprurse, po ashtu edhe projekte të cilat sjellin benefite shumë për karrierën e tyre, aty nuk përfshihen, aty nuk gjejnë mbështetje, qoftë nga vendi i tyre, mirë po ndoshta edhe në vende tjera edhe është edhe më vështirë. Mirë po kjo ndodh shumë shpesh edhe në vendin tonë. Në fakt më gabova në vendin tonë jo, mirë po edhe në Kosovë ndodh kjo më shpesh, mirë po në vendin tonë jemi pak po mbahemi, mirë jemi, mirë po si është dallimi nga Shqipëria në Kosovë, në Maqedoni me investime? Si e shihni Maqedoninë për dallim me Shqipërinë? Unë mendoj se Maqedonia ka stagnuar në pjesën e investimeve, jo vetëm në pjesën e objekteve komerciale, mirë po në çdo sferë në Maqedoni tash ju shumë pak mund të shihni investimet huaja. Janë kryesisht investimeve prej njerëzve të vendit dhe mendoj se këtu politika duhet të stimulojë që njerëzit të investojnë aty. Politikë shumë mirë kam pas në Shqipëri, edhe prandaj ka pas aq ekspanzion ndërtimesh edhe investimesh,
Në Maqedoni ne nuk investojmë as në rritje të prodhimit, as në fabrika, investojmë vetëm në ndërtesa që të miremi vesh, nuk është gjë e keqe, mirë po nuk duhet të fokusohemi vetëm në atë. Se ne te investimi në ndërtesave shohim vetëm profitin prej asaj, jo ndoshta edhe benefitin që ta ketë vendi ose qyteti. Ne kemi mundësi për të pru investime nga jashtë në për vendet malore. Kemi Kodrën e Diellit, të cilën që po ma shumë se 10-15 vjet ne bisedojmë se do ketë diçka ndryshim, çdo herë që ndrohet qeveria ka premtim për atë, mirë po ende asgjë nuk është realizu. Kemi nisur pjesën e Mavrovës, e cila është stërmbush me villa, po edhe me objekte kolektive tash kohën e fundit. Mendoj se ne nuk e ruajmë pjesën e natyrës për të investu dhe për të zhvillu turizmin më të qe. Tani që jeni edhe në pjesën si përmarrës, keni edhe biznesin tuaj të ndërtimtarisë, sa është sfiduese të jesh një inxhinier i ndërtimtarisë në Maqedoni? Ju bëni shumë vite e praktikoni profesionin tuaj, mirë po sfida kryesore që e hasni çdo ditë dhe ballafaqoheni me të? Unë kisha fillu prej pjesës projektimit të një objekti. Sfida kryesore të pjesa e projektimit është t'i kalojmë pengesat e administratës. Njëre, mendoj se aty duhet kemi më shumë lehtësime për të realizu pjesa e projektimit të një objekti. Pastaj pjesa e realizimit, ballafaqohemi me shumë njerëz gjatë realizimit të një objekti, ballafaqohemi me klient, si pjesë nëse e shohim si pjesë të investimit, ballafaqoheni edhe me klient, duhet të shihni që edhe dëshirat e atyne ta projektoni objektin sipas asaj që duhet e kapshme edhe për ato. Nuk është e lehtë, mirë po është tepër sfiduese. Më pëlqejnë këto pjesët sfiduese ti kalojmë nëpërmjet kompanisë tonë. Mendoj që kemi bërë një ekip shumë të mirë, edhe ballafaqohemi në përditshmëri me atë shumë mirë. Shpresoj që në të ardhmen të shohim edhe në ndonjë Bregdet me një projekt shumë të bukur, me një projekt shumë të suksesshëm, edhe me një projekt i cili do thoja kështu të ruaj edhe ekosistemin dhe gjithmonë të jetë më shumë i bazuar për të ruajtur edhe gjelbrimin rreth saj. Agron, për fund, unë dua të di se çfarë do doje profesioni jut të lë gjurmë, cili do të doje në fakt ishte kur të projektohen të gjitha projektet e shumta që i keni ndërtesat, cila do doje që të jetë e përjetshme diçka, gjurma në profesionin tënd? Realisht, të jenë fjalët apo të jenë ndërtesat? Realisht, gjurma në profesionin që e ushtrojmë tash, unë kisha dashur të mbahet mend jo vetëm për objektet të cilët i kemi ndërtu, mirë po për mënyrën se si jemi qas prej fillimit të një objekti, edhe për pjesën e projektimit, edhe për pjesën e ndërtimit, edhe për pjesën që nuk bëjmë dëm me objektet që ne i ndërtojmë, edhe për pjesën e sustainability që e përmendit pak më herët. Mendoj se nuk është ideja vetëm që të ndërtojsh një objekt, edhe aty krye gjithçka, pasi që ai objekt ka një gjatësi prej minimum 30 deri 40 viteve, edhe do lësh diçka që nesër mund të komentohet prej shumë njerëzve. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të kemi parasysh prej fazës fillestare të objektit, të kemi parasysh pjesën e impaktit të atij objekti në rrethinën ku ai do ndërtohet. Faleminderit shumë që ndave sot kohë, jesh bashkë me ne. E dim që të hënat janë shumë të ngarkuara, fillon java dhe që nga orët e para të mëngjesit fillojnë edhe obligimet. Mirë po shpresoj që për herën tjetër kur të kemi në studio të flasim edhe për gjëra shumë të bukura të cilat do t'i krijoni me duart tuaja. Mirë po edhe do të flasim edhe për gjëra të bukura, pse jo investimet të reja që do të ndodhin në vendin tonë. Faleminderit shumë edhe një herë dhe jam shumë e sigurt që kur do të vim dhe do të bëjmë një material, në fakt do të xhirojmë se si shkon edhe gjithë procesi i punës tuaj dhe profesionit tuaj. Po, patjetër. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është jone. Faleminderit shumë.
Të dashur shikues, shpresoj që edhe ju e shijuat këtë bisedë që realizuam, për të gjithë ju që planifikoni ta vizitoni edhe të themi Bregdetin shqiptar, të shikoni pak më shumë edhe për ndërtimet që po bëhen, për projektet të cilat po realizohen, gjithmonë duke parë gjëra të bukura, projekte të cilat ruajnë natyrën, ruajnë, siç e tham, edhe rrethin përreth, mirëpo gjithmonë duke e rritur edhe turizmin kudo që aty ku shkoni dhe vizitoni. Faleminderit shumë që qëndruat edhe sot me ritmin e ditës, nga ora 8 deri në orën 10 ne çdo ditë pune shoqërohemi së bashku, duke sjellë risit, gjërat më të bukura dhe si gjithmonë edhe nesër ritakoheni me mua nga ora 8 deri në orën 10. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.